Nëse hani bukmistri, bëni mirë ta dëgjoni këtë para se të jetë shumë vonë për ju. Buka e mistrit është ndër produktet më të preferuara të shqiptarëve, sidomos nëse e kombinoni atë me kos ose edhe me shëllir. Gjithashtu nuk duhet të harrojmë se është një nga përbërësit që serviret më së shumti në restorante shqiptare. Mistri vazhdon të jetë edhe sot numër 1 edhe për përmbajtjen e niveleve mjaft të mira për mbajtjen nën kontroll të problemeve të kolesterolit dhe të ulën ndjeshëm nivelin e yndyrnave në trup. Ai do të luajë një rol të mirë pozitiv edhe në rritjen e energjive tuaja trupore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mistri është një burim i vërtet i proteinave, vitaminave dhe mineraleve. Gjithashtu në një studim të bërë tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë, pas një trajtimi me ushqime të mistrit, si dhe ushqime të varfra në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme mbrojtëse për shëndetin dhe organizmin në tërësi. Mistri gjithashtu është një burim shumë i mirë i energjisë sepse përmban edhe vitaminat B, të domosdoshme për njeriun. Në vendin tonë një përdorim të veçantë ka zënë buka e mistrit që gjithmonë është rekomanduar për njerëzit të cilët do vuajnë nga problemet e hipertensionit. Rezultate të mira jep mistri nëse konsumohet me kos i cili duhet të ketë sa më pak yndyrë. Kështu, konsumi i mistrit në dietën tuaj dhe bukës së tij mund t'japë rezultate mjaft të mira për shëndetin. Buka e mistrit është krejt e mirë jo vetëm për shijen e lehtë, por edhe për vlerat e panumërta ushqyese që do t'i japë organizmit tuaj në tërësi, sidomos edhe në betejën kundër komplikacioneve të përditshme. Buka e mistrit është një thesar i vërtet sa i përket vlerave të larta ushqyese. Ajo përmban gjithashtu vlera të mira të kalciumit, hekurit, magnezit, gjithashtu edhe të fosforit, acidit folik, vitaminës A, vitaminës B6, gjithashtu edhe vitaminës B12. Buka e mistrit ndihmon trupin tuaj të mbani konstant nivelet e kolesterolit në gjak, ndërsa ndihmon edhe në nivelet më të ulta të yndyrnave trupore. Ajo është një burim i vërtet i vitaminave dhe proteinave, duke përfshirë edhe efektet pozitive për mikrofunksionet e organizmit, gjithashtu edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Por pse gjithmonë është kërkuar konsumi i bukës së mistrit, cilat janë përfitimet e tij në shëndet? Buka e mistrit është një recetë e njohur tipike shqiptare, por shija dhe vlerat e saj ndër vite kanë magjepsur edhe turistët e huaj që vizitojnë vendin tonë. Gjithashtu ajo është një aleate e organizmit, sidomos në ditët e ftohta. E ngrohtë, e thekur dhe me djathë ose shëllir, me salca të freskëta ose me kos, me gjizë ose me vaj ulliri, ajo mund të përbëjë edhe një recetë mjaft të mirë ushqyese, sidomos në momentet tuaja më të vështira. Për përgatitjen e kësaj recete në kushte shtëpie, ju ftojmë të dëgjoni këtë video deri në fund. Për përgatitje në shtëpi sipas recetës së vjetër të gjysheve tona e duke e huazuar edhe me dashurinë e mjeshtërëve të gatimit, buka e mistrit është me të vërtet fantastike, gjithashtu mund të përgatitet e freskët në kushte shtëpie. Rezultatet që do të merrni në këtë aspekt do të jenë të mrekullueshme për trupin dhe gjithashtu do të mbani larg komplikacionet e tyre. Buka e mistrit është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin edhe për rritjen e vlerave të tij. Ndaj, mund të ndiqni këto hapa për ta konsumuar edhe për ta përgatitur atë. Si fillim, merrni 1 kg miell mistri, 700 ml ujë të ngrohtë dhe 3 lugë me vaj ulliri dhe 1 lugë gjedhe krip. Në një enë të pastër hidhni 1 kg miell mistri bashkë me pak vaj ulliri. Më pas shtoni pak ujë të ngrohtë, por më parë sigurohuni që të mos jetë i përvëluar. Sipas traditës së gjysheve tona, ngrohtësia e ujit duhet të jetë e përballueshme aq sa ta durojë dora dhe të mos krijojë gjithashtu edhe probleme. Pasi keni hedhur ujin në enë ku keni miellin e mistrit dhe vajin e ullirit, hidhni edhe 1 lugë gjedhe krip dhe i përzjeni mirë me 1 lugë druri. Më pas shtoni gjithashtu edhe përzierjen me ujë dhe gjithashtu përzierjen tjetër dhe i trazoni derisa të keni masën e njëtrajtshme. Rezultatet që do të keni në këtë rast është një brumë i arritur si duhet.
Masën e përfituar e shtoni në tavë ose në tepsi të vogël, të cilën më parë lueni me vaj ulliri. Pasi masën e hidhni në tavë dhe hapni në mënyrë të njëtrajtshme, lueni me një furçë me pak vaj ulliri në pjesën e sipërme të saj. Tavën e vendosni në furrë në temperaturën të paktën 200 gradë Celsius për 40 minuta. Kur piqet, buka e misrit do të marrë një ngjyrë të artë, të preruar dhe në disa nuanca portokalli të errët. E lini të ftohet disi dhe më pas e konsumoni të ngrohtë me atë që ju doni ta karakterizoni edhe me përfitimet ushqyese më të mira të saj. Misri është një nga drithrat më të vlerësuar, gjithashtu edhe më të konsumuarit në mbar botën. Përfitimet që do t'i japin shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të pasura për mbrojtjen e shëndetit. Misri është gjithashtu i pasur edhe me element ushqyes dhe mund të përdoret në të gjitha format. Lëvoret mund të përdoren për të bërë tamale, mëndafshi për të krijuar çajra mjekësor, bërthamat e ushqimeve dhe kërcelli i tyre edhe mund të përdoret si për njerëzit ashtu edhe për bagëtin. Misri përdoret edhe për të bërë tortilla, patate të skuqura, polenta, miell misri, vaj misri dhe shumë elementë të tjerë ushqyes, duke e kthyer atë në një prej produkteve më të mira për shëndetin. Një fakt interesant është se misri mund të vijë në forma dhe ngjyra të ndryshme. Tradicionalisht misri është i verdhë, i bardhë dhe gjithashtu mund të jetë i kuq, por ai ka ngjyrë të zezë, blu, vjollcë dhe portokalli, dhe vlerat e tij janë gjithashtu të larmishme për organizmin. Misri ka shumë përfitime shëndetësore në tërësi. Ai përdoret kryesisht edhe për fibra të patretshme, gjë që e bëjnë atë një ushqim të mirë me indeks të ulët glicemik. Kjo do të thotë gjithashtu se është një ushqim që tretet ngadalë dhe nuk shkakton rritje të pashëndetshme të sheqerit në trupin tuaj, duke i dhënë trupit edhe elementet ushqyes më të mirë, sidomos ato që ai ka nevojë. Misri përmban nivele shumë të mira të vitaminave B, si dhe mineraleve thelbësore, duke përfshirë këtu zinkun, magnezin, bakrin, hekurin, gjithashtu edhe manganin. Shumica prej këtyre elementeve ushqyes do ta bëjnë të një prej produkteve fantastike në dobi të shëndetit dhe në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Sigurohuni të konsumoni misrin sa më të freskët në dietën tuaj, kështu ndikimi i tyre në shëndet do të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin. Misri nuk përmban gluten. Trupi i njeriut ngatron proteinën e përfshirë të misri me glutenin në sistemin imunitar që e dobëson atë. Kjo ndikon që zorët tuaja të shkaktojnë probleme të mëdha me tretjen. Për më tepër, misri ka indekse glicemike të larta, të cilat do të nxisin inflamacionin dhe shumë më lehtë mund të konvertohen në sheqerna, duke penguar përgjigjen e insulinës në trup. Misri mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë pasi nuk përmban lektina. Studimet kanë vërtetuar se misri përmban proteinë të klasit A, siç është për shembull edhe lektina, të cilat thyen në aminoacide, për të tretur nga trupi i njeriu dhe gjithashtu për të ofruar një zgjidhje mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të merrni përfitimet e duhura të misrit në dietën tuaj, e konsumoni atë edhe për të marrë një nxitje më të mirë të metabolizmit dhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të tij. Misri mund të gatuhet dhe të përdoret në forma të ndryshme, ndaj mënyra se si e përdorni atë qëndron gjithmonë në dorën tuaj. Misri i verdhë është një nga produktet më të konsumuara në mbar botën. Ai zakonisht mund të përdoret kryesisht i pjekur, i skuqur ose edhe i zier. Ai zakonisht konsumohet në zgara të vogla, ndërsa në stinët e ftohta zihet dhe serviret edhe i përfshirë në receta të ndryshme ushqyese. Kështu përfitimet që do të merrni prej tij do ju bëjnë që të keni edhe një nxitje më të mirë të metabolizmit, citon eksperti. Misri, siç mund ta dini, mund të përdoret në të gjitha stinët. Mjafton të dini se si ta përgatisni atë në dobi të shëndetit tuaj dhe ta konsumoni brenda normës së lejuar. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë një element plus për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe në mbajtjen larg të komplikacioneve të njëpasnjëshme. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.